Martin Dumani është një burr i Zotit, është një burr i ndershëm me integritet, prej shumë vitesh në sistem. Dhe afërmon që gjykatat vendosin gjithmonë çfarë kërkojmë ne, qoftë edhe në lidhje me deklarimet fajtor të subjekteve që dërgojmë për gjykim. Prokuroria e posaçme ka ankimuar vendimin e GKK, e cila detyroi SPAK të hetojë Gjaçkën dhe bashkëshortin e saj lidhur me ndërtimin e resortit në Bregdet, i cili është shpadur nga qeveria si investitor strategjik. Ankimimi është regjistruar në kohë rekord dhe seanca u mbajt sot në orën 10 për të shqyrtuar kërkesën në apelin e posaçëm. Më 1 prill 2025 gjykata e posaçme urdhëroi SPAK që të regjistrojë kallëzim penal dhe të nisë haptin ndaj Olta Gjaçkës dhe bashkëshortit të saj Artan Gaçi për akuzat e shpërdorimit të detyrës, falsifikimit të dokumenteve dhe pastrim të produkteve të veprës penale të kryer në bashkëpunim. Urdhri nga gjyqtarja Flora Harajdina i gjykatës së posaçme erdhi pasi i shqyrtoi ankimimin e bërë nga eurodeputeti Fredi Beleri. Ndërkohë eurodeputeti Fredi Beleri në kallëzimin e tij kërkoi shfuqizimin e vendimit të prokurorisë së posaçme për korrupsion dhe krimin organizuar, që kishte vendosur të mos fillojë procedim penal ndaj Olta Gjaçkës dhe Artan Gaçit. Mendimi i SPAK datoi 27 dhjetor 2024 dhe Beleri kërkoi që të rishikohet dhe të hapen hetime përkatëse për këta individ.